Libri është një nga shoqërueset më të mirë të njerëzve, sidomos në ditët e pushimeve. Tani që jemi në ditët e fundit të muajit gusht, librat më të preferuar duket si kanë qenë romanet, kryesisht të lehtë, apo të ashtu quajtur ndryshe roz. Ndër librat më të lexuar kryesojnë ata të përkthyerit, por nuk mbeten mbrapa, edhe libra të shkruar në gjuhën shqip të autorëve të njohur si Ismail Kadare apo Fatos Kongoli. Romanet, megjithëse Vera dihet që kërkon librat e lehtë ose librat roz që quhen në letërsi. Autorja më e preferuar e këtyre librave të fundit ka qenë Sophie Kinsella. Kemi një klientel që i preferon librat e saj, e fiksuar mbas dyqaneve, Mbretëresha e shtëpisë ose librat e tjerë, serialet e kësaj autore, por romani ngelet si gjithmonë një gjini e preferuar. Po cilët kanë qenë librat më të lexuar në këtë sezon të nxehtë veror? Atëherë, gjatë periudhës së verës, librat më të shitur kanë qenë romanet, sidomos autori më i preferuar i kësaj vere ngelet Stig Larsson me trilogjinë e tij Burra që urrejnë gratë, Vajza që luante me zjarin dhe Vajza që trazonte volen e grenzave. Një libër tjetër i cili ka pasur një shitje shumë të madhe këtë verë ka qenë libri Sekreti dhe Një ditë. Nuk përjashtohen dhe dy librat e autores italiane Margaret Mazzantini, I ardhur në jetë dhe libri tjetër Bel Canto. Ndërsa për sa i përket librave të rinj për këtë javë vjen si prurje e re Rëkeza, një libër i shkruar nga Kim Thru. Ky libër është një rrëfim i një refugjateje vietnameze, një të imbarkuarje mbi gomone, kujtimet e së cilës bën shkak her pas here për t'u zbavitur, her për t'u zhytur në mendime, duke vallëzuar midis tragjikes dhe komikes, midis Saigonit dhe Grambit, midis prozaikes dhe shpirtërores, midis vdekjeve të deformuara dhe jetës së vërtet. Biblioteka filozofike, misioni i intelektualit. Ky libër vjen nga Johann Gottlieb Fichter, e ndërsa një prurje e re është edhe Gjerdani i firmës Bulgari me autor Fay Weldon.